firma ime ti detyruar. Kur e ke tërheq? Kamora? Firmën. Si gjithë grupi parlamentar. Jo, më mbas datës 2 dhjetor. Jo më ursi, jo. Mbas datës 2 dhjetor. Jo. E di se është puna. Firma dhe sigurt kisha vdekur sot këtu. Ti ishe i detyruar, ti do të ishe i detyruar të merre vullnetin tim të fundit. Nëse tallja do kërkonte një emër, ajo bëhet edhe nëpërmjet emrit popull, ose të ashtuajturit zyrtarisht avokati i popullit. Pjesë e një vloje politike me thyrje nëpër korridoret e errta të mazhorancës u bë edhe PD-ja. Tashmë dolën në dritë qëllimet për ngritjen e një emri me çështje thyrje, ndërsa opozita edhe këtë herë mori me vete damkën me 2 alternativa. Ose është në nivel të frikshëm pa dije dhe pa përgjithshmërie, ose është hapse e një kanali që çon ujë në mullirin e Ramës. Në një tradit, avokati i popullit konsiderohet si domen i opozitës në përzgjedhjen e një emri, dhe mazhoranca pasi kalon në një proces konsultimi shprehet me vot duke pranuar emrin e sjell nga opozita. Institucioni i avokatit të popullit cilësohet i rëndësishëm pasi kërkon votim nga 3/5 e deputetëve. Në fazën e parë të përzgjedhjeve të kandidaturave, Komisioni Parlamentar dha idenë e një procesi serioz, por në fund loja me thyrje çoi në thyrjen e opozitës. Fillimisht PD mbështeti 7 kandidat, ku një pjesë e deputetëve kishin votuar për të 7. Ata dërguan në kuvent listën me 28 emra deputetësh. Në fund PD-ja u tërhoq nga të gjithë emrat e propozuar. Grupi PD ka tërhequr mbështetjen për të gjithë kandidatët. Kthehemi në pikën 0. Asnjë nuk plotson kushtet, tha Gent Strazimiri. Loja kishte nisur dhe rregullat tashmë po i përcakton Rama dhe 83 deputetët e tij. Mazhoranca nuk pranoi tërheqjen e opozitës, duke u shprehur se firmat janë dorëzuar dhe do të vijojnë të zgjedhin një nga 6 emrat që erdhi fillimisht si propozim nga opozita. Ata janë Ardiana Kalaja, Aranita Brahja, Besim Drejgjoni, Skënder Haluca, Tartar Bazaj dhe Endri Shabani, që pritet të dalë i pari. Është e vërtetë se opozita nuk ka votat për të zgjedhur një emër të saj, por opozita duhet të kishte moralin për t'u treguar e drejtë. Gjithashtu, Partia Demokratike duhet të kishte dalë me një emër të vetëm të saj dhe t'ja paraqiste kuvendit. Nëse do të mbështeste një emër, PD kishte kredon morale që të thonte se mazhoranca me forcën e kartonit rrëmbeu institucionin. Në një sistem ku institucionet ndjejnë darën shtrënguese të Ramës, avokati i popullit nuk mund të bëjë çudinë, por procesi që përleu opozitën do të mbahet më shumë se sa emri pasues i këtij institucioni.